Gjykata e posaçme dënoi me 3 vite e 1 muaj burg ish kryetarin e Bashkisë së Imarës Jorgo Goro, i cili është akuzuar për shpërdorim detyre në lidhje me tjetërsimin e 10.000 metrave katror tokë në Himar. Për shkak të aplikimit të gjykimit të shkurtuar, Goro do të vuajë 2 vite e 20 ditë burg, si dhe do të hiqet e drejta të ushtrojë funksione publike për 5 vite. Po ashtu është vendosur konfiskimi 10.000 metër katror tokë në pronësi të Artangacit, bashkëshortit të deputetës Partisë Socialiste Olda Xhaçka, i cili do të ndërtonte me statusin e investitorit strategjik. Prej marsit të vitit kaluar, Goro gjendet në burg, pasi akuzohet nga SPAK se në bashkëpunim me vartës e zyrtar të kadastrës, përmes dokumenteve të falsifikuara kanë mundësuar elimin e sipërfaqeve të konsiderueshme tokë shtet në Himar në favor të privatëve. Sipas prokurorëve të posaçëm, hetimet treguan se Goro përculli pranë organeve kompetente dokumente të falsifikuara duke bërë të mundur regjistrimin e një toke bujqësore pronë shtet në favor të Stavri Mohillit. Pas kësaj procedure, toka u shit tek një shoqëri private me përfaqësuesi ish deputetin Artangaçi.